keni menduar ndonjëherë pse disa njerëz nuk mund të rezistojnë dot dëshirës për të shpenzuar, teksa disa përpiqen të kursejnë në çdo kusht, disa të tjerë që duken sikur kanë lindur për të harxuar. Ata janë ata shpirtra të lirë që jetën e duan në maksimum, pa shumë llogari, dhe me sa duket, shenja atyre horoskopit kanë ndikim të madh në këtë sjellje. Cilat nga shenjat shpenzojnë më shumë? Luani. Luanët janë lider të lindur dhe shpesh të rrishen nga bota e luksit. Ata adhurojnë rrobat e shtrenjta, markat e famshme dhe gjithçka që i bën të ndihen të rëndësishëm. Edhe nëse dalin jashtë buxhetit, jo vetëm që shpenzojnë për veten, por edhe për të tjerët sepse duan të bëjnë përshtypje apo të tregojnë bujari. Fatkeqësisht, stili i tyre jetës shpesh nuk përputhet me të ardhurat reale. Peshorja. Peshorët janë të apasionuara pas të bukurës dhe harmonisë, dhe kjo reflektohet edhe në zakonet e tyre financiare. Pëlqejnë të investojnë në zbukurimin e shtëpisë, evente sociale apo aktivitete artistike, por problemi shndron tek dëshira për perfeksion. Shpesh shpenzojnë më shumë se sa lejohet, duke humbur balancën që përndryshe e vlerësojnë aq shumë. Shigjetari. Shigjetarët janë eksplorues të lindur. Për ta, përvojat vlen më shumë se çdo objekt material. Ata janë gjithmonë gati për një udhtim të papritur apo një eksperiencë të re, gjë që shpesh i bën të shpenzojnë pa e menduar gjatë, por kjo mënyrë jetese kërkon një buxhet të shëndrueshëm, diçka që shigjetarët nuk e marrin gjithmonë parasysh.